Duhet të them se si nisi masakra në Qamëri. 27 qershor 1944 në këmbët e malit Korilla. Po zbrisin si mizat e dheut zervistët. Ora 7 e mëngjesit. Kishin dalë për t'i pritur Doroteu, mitropoliti i Paramithis, e disa të tjerë. U pritën zervistët atje e mjekra deri në Kërthizë dhe vizitën e parë ato krerët e bën tek mitropolia, tek Doroteu. Doroteu mbasi u takua me ata, ikun Janin, nuk qëndroi atje kur u bën masakrat. Pra Doroteu, mitropoliti, i cili thiri në mal disa krerë qam për të biseduar, do më thënë që të qëndronin atje se zerva nuk ishë ndërmend të merresh me qamët, po kishë ndërmend të luftohen të okupatorin. E pra për këtë, i thiri Doroteu që t'i mbante atë, aty brenda qamët që t'i zhdukte të gjithë. Edhe arriti do më thënë që disa nga qamët mbeten atë, një pjesë e mirë e qamëve t'ikën.